Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Lavria për kaqësh në emisionin për. Sonte kemi të ftuar kryetarin e komunës së Rahovecit për të folur për punët që ka bërë deri më tani dhe për projektet të cilat mendon të realizojnë në të ardhmen, pa ndarë anësh, edhe rikandidimi për kryetar të Rahovecit, po ashtu edhe politikat nacionale i cili është pjesë e strukturave të larta të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Përshëndetje zoti Latifi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Lavria. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për mundësinë. Viti 2025 është viti i zgjedhjeve lokale, realisht fillua me zgjedhjet e përgjithshme, mbaron me zgjedhjet e lokale, tani data është caktuar 12 tetori, në të cilën do të garantoni edhe vetë subjekti juaj politik ju ka dhënë dritën e gjelbër për vazhdimin e mandateve të juaja. Cila është puna juaj në këtë mandat qeverisës dhe sa jeni kënaqur me realizimin e projekteve të premtuara? Po ne, faleminderit, ne kur kemi kërku besimin e qytetarëve, kemi aplikuar me një program qeverisës 4 vjeçar, dhe padyshim që ky ka qenë pazamenti, ku ne të gjitha veprimet, masat, përkushtimet, angazhimet tona i vendosim mbi këtë bazë dhe kemi punuar gjatë këtyre 4 vjetëve që të përmbushim sa më shumë që është e mundur. Instituti GAP ka evidentuar premtimet ose zotimet e kryetarit komunës Rahovecit dhe janë gjithsej 84. Në matin e fundit që e kemi bërë, ne kemi pas 53 premtimet e përmbushura, 12 gjysmë të përmbushura, 2 të filluar, 1 të pa filluar. Ndërsa në matet që tash kemi aplikuar, tash bëhen deri në qershor, dhe me 15 qershor, unë besoj që ne do t'jemi mbi 70 premtime do t'i kemi të përmbushura plotësisht, diku 12 do t'jenë të gjysmë të përmbushura, ndërsa 1 do t'jetë i filluar edhe 1 ende i pa filluar. Programin që ne kemi paraqitur para qytetarëve të Rahovecit në 2021 është një program realist, përkundër faktit që ka qenë një program ambicioz, po ne kemi punuar shumë, edhe pse vështirësitë kanë qenë evidente, sidomos në raport me përkrahjen që duhet ta ketë një komunë, këtë rast komuna Rahovecit nga Qeveria e Republikës Kosovës. Zoti Latifi, kur keni filluar, apo kur keni kandiduar për herë të parë për kryetar të komunës, ka qenë ndoshta një fillim betejë me shumë të panjohura, për faktin që s'keni qenë më parë kryetar, ndërsa tani e njeni pothuajse Rahovecin çdo plan. E njeni çdo qytetar të Rahovecit pa marrë parasysh përkatësisë e tij politike. Si e shihni hyrjen apo rikandidimin për kryetar të Rahovecit dhe besimin e plotë të antarësisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu edhe nominimin nga qendra? Po ne që kur kam kandiduar për kryetar në vitin 2010, si kandidat i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në zgjedhjet aso kohë të jashtëzakonshme, ne natyrisht ka qenë përvojë e parë, përvojë e re, edhe kemi punuar edhe ato 2 vite gjysmë sa ishin, kemi punuar bukur shumë. Ne në fakt i humbëm zgjedhjet në 2013, i fitoi Partia Demokratike, ndërsa në 2017 e rikthyem. U rikthyem komunë, morëm besimin e qytetarëve, edhe vazhdojmë edhe sot e kësaj dite. Është një përvojë e begatshme që kemi fituar gjatë gjithë kësaj periudhe, nuk është periudhë e shkurtër, është periudhë e gjatë, edhe në çdo 4 vjeçar, duke filluar edhe ato nga 2011 në fakt dhe në 2013, ne e kemi pasuruar sfondin e përkushtimeve, angazhimeve, pra në kohë që kemi shku me një vizion rutinor. Pra, në vazhdimsi kemi punuar që të ketë ndryshime cilësore, pra ndryshime të cilat janë të dukshme në ajo që mund të quhet transformim edhe në qytet, po edhe në gjitha lokalitetet e komunës së Rahovecit.
tash jemi në përvojë mjaft të madhe edhe besoj që të gjitha problemet ose sfidat që ka komuna jonë, qytetari i komunës tonë, ne i njohim në thelb, pra nuk ka ndoshta situatë që është e panjohur për ne, përkundër faktit që ne kemi një përvojë të begatshme, ne përpjekjen për të shërbyer qytetarit Kosovës, në rastin konkret qytetarit komunës, ne e konsiderojmë vazhdimisht betejë e vazhdueshme e pandërprer për t'i ofruar shërbime sa më të mira në administrata komunale, sa më të shpejta, pra sa më efikase, për të ofruar sa më shumë vepra publike, pra investime publike, për të ofruar sa më shumë krejt ajo që është në kapacitetet tona, në kompetencat tona, sipas ligjit për veçoritë lokale në mandatin tonë, që të shërbejmë sa më shumë, sa më mirë, sa më shpejt, edhe të arrisim kënaqëmërinë e qytetarëve, sepse natyrisht të gjitha këto veprime, të gjitha këto masa, të gjitha këto angazhime, padyshim që ndikojnë në cilësinë e jetës së qytetarëve edhe në mirëqenien e përgjithshme. Çfarë do të thotë personalisht për juve, si Ismail Latifi, rikandidimi nga subjekti politik, marrja besimit, sepse shkon përmes subjektit politik, marrja besimit të antarësisë. Po, fillimisht antarësia, simpatizant, miqtë e mitë shumë, në vazhdimsi kërkojnë që unë t'jem kandidat për kryetar komunë. Sigurisht që kjo është edhe qëndrim parimor i partisë, edhe me mirë kuptimin edhe të Aleancës për Armërinë e Kosovës, unë përsëri jam kandidat për kryetar, shpresoj edhe kryetari i komunës së Ravesë edhe për 4 vjet të ardhshëm. Ne jemi duke evidentuar edhe jemi në përgatitjet përfundimtare të programit qeverisës 4 vjeçar, 2025-2029. Natyrisht është nder për mua si individ, po sigurisht është edhe përgjegjësi për mua si individ, po edhe për partinë, që aty ku qeverisim ne, edhe aty ku jemi me këtë kapacitetet tona në qeverisje, të shërbejmë sa më mirë që është e mundur, thash qytetarëve tonë, edhe të japim shembujt më të mirë në qeverisje lokale. Në fakt, këtë po e dëshmojmë edhe në komunën e Ravesë, po kudo në komunat ku qeverisin njerëzit, ose veprimtarët, ose udhëheqësit e Aleancës në 5 komuna aktualisht qeverisin. Edhe kudo jemi shembujt mirë dhe kemi rezultate të dukshme të cilat vlerësohen edhe nga organizatat vendore, edhe monitoruese, kuptohet, edhe nga organizatat ndërkombëtare. Për shembull, ne jemi të njohur për performancë, për transparencë, pra për llogaritdhënie, për transparencë buxhetore, për transparencë komunale, për indeksin e transparencës. Pastaj jemi të njohur po ashtu edhe për performancë të lartë në qeverisje. Jemi komuna që vërtet jemi shembull që qytetarët këto veprime ose këto rezultate i vlerësojnë, edhe në një farë mënyrë edhe kësaj radhe kam qenë në një presion direkt prej plot përkrahasve që nuk janë të pak, pra janë shumë, që edhe një herë të kandidohem, sepse ne vazhdimisht punojmë edhe vazhdimisht se ne nuk lodhemi, këto punë neve nuk na lodhen edhe pse punojmë shumë, sepse jemi të vetëdijshëm që është edhe nder, po njëkohësisht edhe përgjegjësimi i shërbimit qytetarëve. Sot keni arritur si kryetari i komunës të ndryshoni kërkesat e qytetarëve, sepse qytetari është gjithmonë në kërkim të më të mirës dhe punëve të reja. Sa keni mundur të ndryshoni? Po tash në vazhdimsi ka kërkesa, ka edhe shqetësime, ka edhe ankesa, po sikur se ka edhe vlerësime pozitive për punët të cilat kryhen edhe për punët të cilat janë proces që të kryhen. Po ashtu ata i vlerësojnë edhe për kushtimet tona, për planet që i kemi për të vepruar në të ardhmen. Pra, ne shumë kërkesa kemi plotësuar, shumë ankesa që kanë qenë kemi trajtuar të qytetarëve është fjala. I kemi marrë me seriozitetin më të madh, kemi qenë të përkushtuar dhe kemi bërë punë të mira në të gjitha aspektet, me këtë kapacitetet tona edhe në përputhje me përgjegjësitë e kompetencat që ka një kryetar i komunës, edhe në përputhje me mandatin edhe besimin që ja kanë dhënë qytetarët e komunës kur e ka kërku votën e tyre. Edhe qytetarët vazhdimisht kanë të drejtë të shprehin edhe rezervat e tyre, pakënaqësitë e tyre, por komuna është e hapur, komuna është transparente, pra dyert e komunës
të gjitha dyert e komunës janë të hapura, ashtu siç është i hapur kryetari i komunës, jo vetëm në objektin e komunës, por edhe është vazhdimisht në terren. E thash ndryshimin e kërkesave, sepse nëse në 2017 qytetari ka kërkuar ujë të pijes, çfarë kërkon në 2025? E qartë, për shembull, ne kemi një investimet mëdha kanë ndodhur edhe në bashkëpunim me kompaninë rajonale të Sjellës së Gjakova për furnizim me ujë të pijshëm. Dhe madje edhe tash është duke ndodhur një projekt që i lidh fshatrat zaçisht Hoçemadhe, Opterush dhe zonën ekonomike atje lart. Pra, ka qenë një kërkesë e kahershme, ata kanë pasur ujë, po uji ka qenë i papërshtatshëm për pije. Pra, ka pas substanca të cilat nuk janë të dobishme për shëndetin, përkundër janë të dëmshme, dhe është mirë që ky projekt po ndodh. Sikur se dihet, domethënë kërkesat që kanë qenë bie fjala për vitin 2021 janë të tjera nga ato që janë tash, për shkak se shumë prej kërkesave, shumë prej interesave, shumë prej shqetësimeve të cilat janë paraqitur dhe ne i kemi pasur në objektivat tona, në zotimet tona janë përmbushur. Bëhet fjalë tash për kërkesa të reja, pra mund të ketë kërkesë për ndrimin e gypave të azbestit, për shembull, gypave të furnizimit të ujit, mund të ketë zgjerim ose rritje të kapacitetit për furnizim me ujë, sepse bëhen edhe lagje të reja, bëhen edhe shtëpi që kanë nevojë në vazhdimsi, bie fjala për ujë të pijshëm. Po në thelb kërkesat të cilat kanë qenë para 4-5 vjetë, apo edhe më herët, nuk janë të njëjta me këto që janë tash. Edhe mirë që është kështu, sepse kjo është dëshmon për ndryshimet që puna të ndryshon kërkesat. Zoti Latifi, në 2021 keni marrë mandatin për qeverisje 4 vjeçare. Ne po flasim nga viti 2021-2025, sepse nga 2021 është një kapitull i mbyllur. Cilat janë projektet që krenohen apo ndihi mirë të realizuara gjatë këtij mandati? Po tash ne kemi disa lloje të projekte. Bie fjala kemi ndërtuar parqe ose mjediset zgjerbërore në shumë lokalitete. Terrene sportive, fusha sportive në shumë lokalitete, gjithku ku kemi pas pronë komunale, madje kemi investuar në fusha sportive edhe në mjediset për rreth objekteve shkollore. Pastaj kemi ndërtuar rrugë, kemi ndërtuar rrugica, kemi ndërtuar trotuare, pra nuk po flasim për disa qindra metra, po flasim për kilometra. Pastaj kemi trajtuar ujërat zeza në disa zona që kanë qenë shumë problematike me pronarë privat. Kemi zgjidhur probleme tepër të rënda që nuk kanë mujtë me zgjidhur as gjykata, pra ka pas përpjekje edhe më herët. Janë probleme të jetra vjeçare që ne në masë të madhe kemi zgjidhur. Kemi edhe disa sfida tjera të cilat në mënyrë rrethanore, do të thonë po gjejmë alternative për me zgjidh edhe probleme të rënda të një natyre që vërtet janë edhe problematike, por ne kemi marrë përsipër. Jemi zotuar dhe kemi harxhuar vërtet energji shumë, na kanë marrë kohë shumë, po ju kemi dhënë zgjidhje. Pastaj ne kemi ndërtuar, kemi funksionalizuar 3 qerdhe të reja, për shembull, për fëmijë. Edhe aty fëmijët po shkojnë, qerdhet tash janë funksionale plotësisht. E kanë shujtën, e kanë kuzhinën, e kanë edukatorët, i kanë pastaj mirëmbajtësit, pra gjithçka është duke shkuar në rregull. Kemi ndërtuar, kemi riparuar tërësisht objektin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, që ka qenë një objekt i vjetë, dhe tash kemi bërë investime në shëndetësi, për shembull, në pajisje mjekësore. Ne vazhdojmë ta japim tash kontributin në masë të madhe, kontribuojmë për shembull me barna esenciale, edhe pse janë përgjegjësi e Ministrisë së Shëndetësisë, po ne kemi konsideruar që është e pamjaftueshme ajo që ka bërë Ministria e Shëndetësisë për qytetarët tanë, dhe ne bie fjala investojmë me buxhet që t'ju shërbejmë qytetarëve tanë me barna esenciale falas. Pastaj ne kemi, me qenë që jemi të shëndetësia, bie fjala kam premtuar që 500 euro do të paguhet për çdo lindje që ndodh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Rahovec, Doktor Faradin Hoti. Edhe këtë 500 euro që ne kemi mbërrinë në vitin e kaluar, pra tash ne jemi në vitin e fundit, por një vit përpara kemi përmbush premtimin. Kemi premtuar ekipe mobile që të bëjnë vizita ose shërbime falas në familje, aty ku ata nuk kanë mundësi, ndoshta ose janë të vetmuara, ose kanë probleme kronike shëndetësore, ose
s'ka kush kujdeset për ta dhe ne e qojmë ekipin mobil atje me shërbim falas, e qojmë ekipin me ato automjetet shëndetësisë që janë zyrtare, edhe ju shërben falas pacientëve që kanë nevojë. Po ashtu ne vazhdojmë të japim shërbime falas edhe foshnjeve, nga 0, pra nga 1 ditë, edhe nënave Leona, dhe në 3 vjetë. Që është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, është i vlerësuar nga qytetarët, sepse është një shërbim i mirë që ti ja ofron falas në familje, pra vizita në familjet për nënat Leona dhe foshnat nga 0 deri në 3 vjeç. Kemi bo vepra tjera në infrastrukturë publike, për shembull në rrugë, në ndryshim publik. Ne jemi vetëm ka mbetur tash edhe ndoshta 2-3 segmente të shkurtra për ndryshimin digjital. Pra ne do të vendosen një pajisje digjitale, ku ne do ta kemi ndoshta në telefon, do ta kemi programin ku mund të shihet në program se cili poç, për shembull ndryshim publik funksionon cili jo. Ne me program mund ta nalim, ta zvoglojmë efektin e ndryshimit publik, edhe mund ta zmadhojmë. Pra, është një projekt që ka ndodhur për herë të parë në Kosovë, tash kanë filluar të aplikohen edhe në komunat, edhe pse i kushtueshëm, po janë drita smart, pra, është smart projekt digital për krejt lokalitetet, nuk më t'jallë vish për qytet, po për krejt lokalitetet të komunës Rahovesit, që janë 33 fshatra plus qyteti, që kemi ndryshim publik digital. Është një vepër e mirë. Pastaj, ne jemi të kënaqur që kemi mrrijë me dhanë shumë prej pronave komunale në shfrytëzim për nevojat e komunitetit, përkatësisht subjekteve të cilat po ndodhin, po bojnë investime, edhe ne ja kemi dhënë pronën në shfrytëzim, edhe ja kemi rrit vlerën e pronës komunale, po edhe i kemi mundësu subjekteve përfituese që të punësojnë njerëz, edhe të japin impakt zhvillimit ekonomik lokal. Po ashtu ne kemi bërë veprime të shumta në turizëm, në agroturizëm, që një vepër që më bën krenar mu në si kryetar komunë është ndërtimi edhe funksionalizimi i muzeut masakrës në Krusht Madhe. Pastaj, para disa ditësh ne përruam muzeun e Bajramcurit në Krusht Madhe, muzeun, shtëpinë muzeut Bajramcurit, sepse siç e dim, edhe historia na thot që Bajramcuri gjatë rrugës ka lënë Krusht Madhe. Ne e kemi funksionalizuar plotësisht edhe kompleksin muzeor Ukshin Hoti. Ne jemi duke ndërtuar një kull tash, një qendër përkujtimore, pra në Reti, në vendin ku kanë operuar 3 brigadat ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për shembull, kjo është fusha e luftës kundër harresës, ose e respektimit të vlerave historike kombëtare, vlerave të luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, ne po ashtu kemi ndërtuar shkolla, kemi aplikuar me mjaft sukses eficiencën e energjisë në objekte publike, në shkolla të mesme dhe shkolla fillore, pra ekonomizimin e shpenzimeve përmes termoizolimit e izolimit, përmes ndrimit drejtarëve, çative e tjera, kemi bërë veprime të shumta të cilat na thonë ose na dëshmojnë që ne më pak shpenzojmë sot në ndjekse, edhe të gjitha shpenzimet janë më të vogla për shkak të eficiencës së energjisë ose përdorimit të eficiencës së energjisë ose masave të eficiencës së energjisë në objekte publike. Relativi, ne kemi sënuar si medium që jo vetëm në komunën Rahovesit, por në të gjitha komunat. Do t'i kemi në bisedë, në intervistë televizive, kandidatët për kryetarë të komunave që do të shpalosin ato që kanë bërë, po ashtu edhe kandidatët që synojnë të parin e asaj komunës që të shprehin shqetësimet e tyre. Ndërta kemi pasur edhe një kandidat nga komuna Rahovesit që është zyrtarizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për hir të opinionit që të dele vërteta në dritë, dhe të ngrisëm disa shqetësime ose kritika që ka pas kërshi jush, që ta jepni edhe versionin e juj si ju. Po nisim nga e para. Ka bërsh komuna Rahovecit, Zoti Krasniqi deklaron që komuna Rahovecit është 20 milion bërsh. Ku qëndron e vërteta? Ne kemi obligime kontraktuale me operator ekonomik, po Zoti Krasniqi pavarësisht se respektoj sa është kryetari një subjekti politik, është asambleist, këto shqetësime i ka pa vend. Sepse megjithatë Kosova ka kriju një mekanizme që nuk e lejon me bankrotu asnjë komunë. Pra ne jemi brenda
normatives brenda ligjit dhe natyrisht janë projekte që kanë nuk janë 1 vjeçare, po janë 2 vjeçare, 3 vjeçare. Kemi vonesën në zbatimin e projekteve, po ato obligime kontraktuale që i kemi, që mund më këty dhe në obligime financiare, natyrisht që ne i kemi përgjegjësi të detyrat tona dhe fort mirë e njohim këtë lami. Edhe kritika më e madhe që bëhet nga kundërshtarët e keni lanë borxhe. Po ato borxhe nuk i paguajnë qytetarët. A e kuptoni? Ato borxhe krijohen kur punohet, kur ka situacione, sipas mundësive, janë afatet, janë mundësi ligjore pastaj me vazhdu afatet. Që ne jemi arë me punu dhe jo me kritiku. Kanë drejtë, secili të drejtën e kritikës, po nuk ne jem ka punojmë bile, në qëse ne presim, mos më nëzbret diçka e gatshme nga qielli, asgjë s'bëhet na si Komunë të Republikës Kosovës. Pra unë nuk i takoj atij konceptit që domethënë dorëzohet pa hyrë në betejë. Unë e thash, e konsideroj betejë. Unë jam këtu për t'i plotësuar kërkesat që janë të mundshme, që janë të nevojshme, që janë prioritar për qytetarët. Tash, cila është metodologjia, që apo dikush e ka një metodë tjetër, dhe sot i bën krejt parat, mja nis punës. E ne, në qëse nuk kemi para mjaftueshëm, ne në proces luftojmë për mi bo parat. Ose fitojmë grandin e performancës, ose fitojmë në grant nga donatorët, ose bojmë presion në adres të ministrive të linjës, dhe unë besoj që shumë prej projekteve të cilat mund të ngriz dikush, edhe mund të vëj pikpyetje dikush, jo komuna është e zhytur në borxhe. Po ne gjithkush kemi obligime, siç kemi dhe obligim me punu që pastaj me shry obligimet në proces gjatë punës. Pra, nuk mund është ti mi pagu para dikujt në qëse s'ka ndodhur puna. S'është e palishme, është vepër penale. Pra, ne asnjë operator neve nuk puna çon të përmbaruesi. Pra, kjo është edhe një shkallësi, një afinitet, një zotësi e kryetarit komunës që ka ndërtuar një marrëdhënie që sa punohet merr. Ndonjëherë ka vonesa në pagesën e faturës, se ti merr thesari për shembull për kontratë kolektive, procedura përmbarimore. Kto me siguri o dashme ta tregu burimi. E ka tregu. E ka tregu. Tash un nuk muj tash nuk muj me ngrit flamurin e barë me tha nuk dorëzum. I kom thënë qytetarët që ta kryj këtë punë, unë nuk e lëm pa kanalizim ato. Tureve zeze. Nuk e lëm pa rrugë, nuk e lëm pa trotuar. Tash, sa kemi parë, na të gjithë e njohim buxhetin. Bile unë e përfaqësoj sipas përvojës, unë e njoh më së miri, domethënë situatën buxhetore, edhe sepse vetë bëj planifikimin e buxhetit. Kuptohet në konsultim edhe me grupet e interesit. Në kodër këtyre, po... Ajo është opozit, diçka duhet me thënë. Patjetër edhe kemi të drejtën ne që të del në dionet, ajo që diskutohet. Sheshi kushton 4 milion, gjysma është bërç. 2 milion vetëm për shesh janë bërç. E pasakt. Sheshi është janë duke u zhvilluar punimet, edhe janë të zhvillu me intensitet, mund të viziton edhe sa dhjën të punu, edhe çdo ditë punu. Cilat janë projektet e pa përfunduara, të cilat kanë me në gjysë për shkaqe të ndryshme ose të menaxhimit të juaj si kryetar komunë? Po tash nuk është krejt në pyetje menaxhimi, sa është në pyetje se ne duhet të analizojmë dhe të bëjmë vlerësimet objektive dhe për faktorët që ndikojnë në proces. Për shembull, ka operatorë që ankohen që kanë mungesë fuqisë punëtore. Ka operatorë që ankohen për shkak se kanë situata jo të këndshme ose jo të mira dikur kanë qenë shumë fuqishëm, sot janë dobësu. Ka operatorë që megjithatë pavarësisht sa ka pare komuna, ata punojnë, nuk e ndalin punën. Ka operatorë pastaj që në proces dështojnë, për shembull, nuk mund e përmbosh një kontratë dhe për me shkput tani një kontratë i merr mbi 1 vjet. Sepse janë procedura, sepse ti nuk mundesh me bësh shkputjet një anshme. Ti mundesh me bëj, po pastaj mundesh me ballavaçu me gjykat. Edhe mundesh me humb raste. Prandaj të gjitha këto ne i vlerësojmë, i analizojmë me kujdes, domethënë çdo hap që e hedhim të sigurt. Pra ne jemi komunë që është dëshmuar, unë e përfaqësoj edhe udhëheqin një komunë që është binar të drejtë, binar pa kthim. Është komunë që nuk është e njohur për skandale, është komunë që nuk është e njohur për afera, është komunë e përgjithshme, është komunë
me transparencë të lartë e me performancë të lartë. Është komunë që nuk ka probleme me ligjin, është komunë që është e njohur për demokracinë, pavarësisht që e kritikojnë njëri tjetrin. Sa unë e kritikoj, ose shumë pikpyetje ngrej për disa prej shqetësimeve që ata sipas vlerësimeve ose nga këndvështrimi i tyre i shfaqin në asamblen ose në publik. Po një shqetësim që ka, po një kritik që ka pasur zoti Kastinxhi ka qenë edhe mos funksionalizimi apo sa fillimi i idealizës, funksionalizimi i idealizës, edhe pse ka filluar re, prapse pacientët janë detyruar të shkojnë në prizren. Edhe kjo është e pasaktë. Hemodializa funksionon, ka pas një lloj zhurme për ushqim, ne nuk jemi kompetent për hemodializë. Spitali Rajonal i Prizrenit e ka në përgjithësi kompetencë hemodializë, ne kemi kontribuar shumë, edhe në investime financiare, edhe në këtë kapacitet, sepse ajo sala e hemodializës, aty ku merren shërbimet, ku i marrin shërbim pacient, është pronë e komunës. Edhe është funksionalizuar dhe ka pas një zhurmë për ushqim. Thash ushqimi merret nga Prizreni, sepse hemodializa në Rahovec është njësi satelitore e Spitalit Rajonal Prizrenit, sepse hemodializa nuk është në domenin e mjekësisë familjare, po mjekësisë sekondare e terciare. Pra, megjithatë, ne kur në ditët e para, në muajt e parë i kemi dhënë vetë ushqim. Pra, madje i kemi dhënë ushqim shumë kualitativ. Tash kanë pas do pakënaqësi për kualitetin e ushqimit, sepse derisa pa vjen pi Prizrenit e tjerë, po aty shkoni pyetni pacient, a janë të kënaqur me kushtet të cilat ne ja kemi ofruar. Investimet të cilat kanë ndodhur, kuptohet, na kanë ndihmuar edhe QKUK, pastaj Ministria e Shëndetësisë për disa standarde, edhe Spitali Rajonal i Prizrenit, po shumë investime kemi bërë dhe kryesisht investimet na i kemi bërë si komunë. Aty është funksionale të gjithë pacientë që janë nga komuna jonë, të gjitha shërbimet në mënyrë më të cilësore të mundshme, madje më mirë se shumë punë tjetër, i marrin pikërisht në repartin e hemodializës që është në kuadër të kompleksit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare Dr. Faridin Hoti në Rahovec. Si qëndron puna në rrugën që Rahovec e Zërdë? Janë duke punuar. Është zgjatur shumë. Është zgjatur. Kush e financon këtë rrugë? Si është puna e financimit të kësaj rrugës? Burim Krasniqi ka qenë kundër kësaj rrugë. Atëherë, madje si financohet nga kush e financon ministria? Burim Krasniqi ka qenë kundër kësaj rrugë, edhe ka tentuar me përdor këtë, atëherë ka qenë Lumiri, ka qenë Artan, ky Abrashi ka qenë ministër, po edhe Lumiri në mundu me përdor se ka punuar në Ministrinë e Transportit për me ndërprer këtë kontratë. Po ata janë më të mençur se sa që kanë menduar këta, sepse ka qenë kontratën në zhurmë. Është vërtet që ka filluar herët, financohet nga Ministria e Infrastrukturës, Mjedisit, Planifikimit hapësinor, e gjitha financohet sepse është rrugë rajonale, madje ka duke lart. Tash veç ta kryej nëse unë nuk kam dëshirë më ndërprej pa kryej. Patjetër. Kjo rrugë është financohet nga Ministria, po autoritet kontraktues jemi ne. Pra, kompanitë të cilat kanë qenë më herët janë vonuar, nuk kanë mujt me përmbush kontratën, janë lidhur kontrata të reja dhe tash punimet janë intensive. Ai ka kushtuar me kosto buxhetit të Rahovecit kjo? Si kushton kjo me kosto fare, se tash e financon Ministria e Infrastrukturës, nuk financohet nga buxheti i komunës Rahovec. Është rrugë rajonale, jo rrugë lokale. E qartë, keni pasur ndonjë kontratë, marrëveshje me ish-ministrin e Infrastrukturës, zoti Palekaj, që është bartën nga në përgjithësinë e komunës? Po çfarë lidh kontrata? Po kupton. Kontratat e para, po thash nuk janë përmbushur, edhe janë ndërprej ato kontrata, lidh kontrata me operatorë tjerë, tash janë ty punu. Janë dy operatorë, është Mendi SHPK edhe Lika. Një diçka që dashte me përmend më parë është pagesat apo marrja e mjete financiare për sektorin publik, pagesat përmes të saj që është bërë kompenzimi mësimdhënësve shëndetësisë e këtyre. Ta qartësoj pozicionin se edhe këtu në kuvendjen është çupluhur i madh, është bërë zhurmë pa nevojshme. Për shembull, ata kanë thënë pse si planifikon, pikërisht burimi ka thënë pse si planifikon mjetet komuna për me pagu, ose po s'let me planifiku, sepse ligji nuk parashet që komuna me planifiku mjetet dhe s'ka çshi planifikon për kontratën kolektive që është nënshkruar nga niveli qendror dhe kryetarët e komunave, asnjë kryetar komunë nuk është autoritet, nuk është palë, nuk është nënshkruesi i kësaj marrëveshje. Tash situata është
mjaft problematike, sepse në të gjitha komunat, po në disa komuna si ne, Malisheva, Suareka, po edhe në komuna tjera që janë pavarësisht të kësaj mallësie ose të këtij profili, janë duke thesari po a merr mjetet për përmbushjen e kontratës kolektive. Edhe nuk po ja merr pak mjetet, po ja merr shumë mjetet. Për shembull, vetëm këtë vit neve na ka marrë diku 2 milion. 2 milion janë me të marrë 2 milion. Nuk është që mundesh me bëj shumë me 2 milion, po nga buxheti i komunës me të marrë 2 milion është humbje shumë e madhe për atë komunë. Edhe kjo ndodh komunave tona, ndodh për faktin që Ministria e Financave, Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë nuk po doin me dhënë zgjidhje këtij problemi, nuk kanë dëshirë me dhënë zgjidhje për shkak se i ka plu një farë inati, pse është nënshkruar kjo, nuk është nënshkruar më herët kur këta ishin kon pushtet. Po na kemi biseduar me ta, kemi bërë presion të ta që mos na i merrni parët. Mos na goditni. Këta na kanë marrë parët, si të merr ti parët në për projekte, ta krijon vështirësi shtesë. Pra përveç atyre vështirësive që ti përmend se kanë operatorët, po kur vështirë operatorët me punu pa parë. Kur kanë edhe probleme tjera tash operatorët për shkak se është një krizë thellë edhe të bizneset në qeverisjen kurdi, atëherë vështirësitë veç sa shtohen edhe komplikohet situata. Sidoqoftë ne punën të rëndë se kriminal, punën në investime publike nuk e kriminal, dhe me këtë çka kemi pas mundësi. Natyrisht e kanë rrit shkallën e obligimeve këtu, po ne jemi këtu për t'i dalë zot qytetarit për çka na ka besuar, na ka dhënë mandat, dhe po shpresojmë që po shkon drejt fundit kjo përmbushja kontratës kolektive. Ta shpjegoj pozicionin tim parimor. Unë jam për zbatimin e kontratës kolektive, po për kontratën kolektive dhe zbatimin e saj, nga aspekti financiar duhet kujdeset Qeveria e Republikës Kosovës dhe jo komunat, sepse pasojat financiare fatkeqësisht bardhin kurriz komunat dhe vetëm komunat që është një keqe e madhe, që është dashme mos me leju me ndodhë Qeveria e Kosovës, nuk e di a me cilësu qeverinë detyra, qeverinë dorëheqja, si të njëzë. Kryetar, po kalojmë te një temë tjetër, edhe koha po na shkon, cili ka qenë bashkëpunimi, nivel lokal, nivel qendror. Sa keni gjetur, mirë kuptim, në realizimin e kërkesave të juaja dhe projekteve që kanë qenë në interes të qytetarit, apo cilat kanë qenë sfidat si kryetari i komunës karshi institucioneve qendrore. Po tash, të them drejtën, ne Qeveria e Republikës Kosovës në raport me komunat është dashur ta krijojë një mjedis më miqësor. Në kuptimin e përkrahjes institucionale, në kuptimin e përkrahjes me investive, me vepra investive, përkrahjes financiare, gjë që i ka mungu. Ne nuk që s'kemi pas marrëdhënie, s'kemi pas debate, s'kemi pas komunikim ose bashkëpunim. Nuk që s'kemi adresu shqetësime, kërkesa, nevoja për qytetarët e komunës Rahavesit në këtë rast. Po nuk që si kemi paraqit edhe shqetësimet cilat janë në komunat tona, qoftë në mënyrë individuale si komunë, qoftë edhe përmes asociacionit komunave. Një nga shqetësimet që në vazhdimsi e kemi përsërit, edhe kemi paraqit si shqetësim të madh dhe shumë problematik, është edhe kontrata kolektive, po ata nuk na kanë dëgjuar. Ne kemi marrë përkrahje nga disa ministri për disa vepra publike, që është natyrshme, për shkak se ne bëjmë punë shumë, përgatisim projekte, hartojmë projekte dhe i sfidojmë me kërkesa, me adresime të qarta edhe ministrit e linjes, po për shembull ne në fillim të mandatit 2021 na i hoqën projektet këtë çka i ishin nga ish qeveria, jo nga kjo, na i hoqi këtë projektet, përveç projektet për shembull sheshin qendror, ata kanë pas me financu, po e hoqën. Pastaj stadiumin Rahaves, stadiumin Atkos, stadiumin Krushe, palesën sportive në Krushe, na i hoqën 4 projekte të mëdha veç prej Ministria e Kulturës. Tash na kemi një bashkëfinancim me Qendrën për Kulturë, Rini, Artë dhe Inovacion këtu në Rahaves, që po ndërtohet një projekt shumë i madh, shumë funksional dhe do të jetë bukuria e qytetit, që po financohet nga Ministria e Kulturës dhe Komuna Rahavesit, dhe është duke shku drejt përfundimit, është i bo një punë e jashtëzakonshme. Ne kemi bie fjala një përkrahje solide nga, po du me respektu, nga misht e mi, nga Libor Naljevo dhe Hysen Dormishi në infrastrukturë. Kjo po ndodh sidomos 2024-2025. Tash, edhe po na vjen mirë sepse shumë prej veprave
publike të cilat ishtë dashtë kujdeset Ministria e Infrastrukturës mos më lanë barë komunës, po në ndihmon Ministria e Infrastrukturës edhe jemi të kënaqur, për shembull rruga 4 Korsi. Rrugë që po bëhen në qytet, edhe pse jemi bashkëfinancim me rrugë brenda në qytet. Pastaj kemi do rrugë tjera lokale, rajonale që Ministria po na ndihmon, po kjo ndihmë ka ardhur në vitet e fundit. Kemi edhe disa projekte që i marrim nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, bie fjala do grante. Kemi grantin e performancës që kemi fitu në 2 raste. Nuk janë pare pak ato, nga 1 milion e sa euro. Që për shkak të punës tonë, për kushtimit tonë, rezultatet që kemi rrinë ne si komunë, që kemi konë shkoj shumë me ramizdadur het partë, her dytë, pra me shumë vlera maksimale financiar, po këtë rezultat falë angazhimit dhe për kushtimit të rezultatet që ne i kemi kalzu. Pastaj morëm aty këtu, po për shumë nuk jemi të kënaqur me Ministrinë e Arsimit, me fjalë. Ka herë ja ka nis një buxhetohet një qerdha dhe një shkollë, ende nuk kanë mërrin përfundim. Pra, veç është bartë buxhetin nga vitin vit, edhe tash janë duke shkuar, ndërtimi është duke shkuar drejt fundit, po janë vonu shumë. Po nuk jemi të kënaqur ndoshta me plot ministri tjera që kanë mujtë me dhanë kontribut më të dukshëm, më të mirë, edhe me qenë për krah komunave të Kosovës, rrjedhimisht edhe për krah komunës Rovec. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet e 9 shkurtit e morri një vendim që të kandidan edhe për deputet edhe kryetarët e komunës, ndërta edhe juve. Nga këto zgjedhje nuk dalet mirë. Me rezultatën e zgjedhur edhe si AOK në Ravec, po si kandidat Smajl Atifi, cili ishte mesazhi i qytetarit të Ravecit në këtë zgjedhje për juve. Duhen si kryetar apo ishte një lojë politike të rritet antarësia? Ne nuk kum hi me bo lojë politike. Lojën politike ne nuk e bojmë me qytetarët. Ne lojën politike mund të bëjmë me ndonjë rival të papërgjithshëm, makinacione, manovra politike. Ne kemi hi sinqerisht me marrë. Unë kum hi me marrë mandat. Po mos harrojmë se jam njeri më i votuar në komunën e Ravecit. Qytetarët e Ravecit edhe për deputet e kanë votuar Smajl Atifin më shumë se çdo kandidat tjetër. Megjithatë, nuk mrejta me kalu pragun, sepse pragu rrit edhe për shkak të ndryshime në ligjin zgjedhor, se po ajo farë keq është ajo deri në 10 me votu edhe ajo ka rrit edhe pragun, po edhe nuk e bën fair procesin. Sidoqoftë qytetarët e Ravecit me gjas kanë vendosur të ndalojnë nalën aty dhe besoj që po punojmë që të kemi t'i kryjmë zgjedhjet mënyrën më të mirë të mundshme dhe ta fitojmë besimin edhe ta kryjmë këto me rrethin e parë, me raundin e parë. Si Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu si subjekt politik në komunën e Ravecit nuk keni dalë mirë, për faktin që edhe parti tjera kanë dalë para jush, vetëvendosja Partia Demokratike e Kosovës, pastaj jo. Si e keni parë? Vetëvendosja ka ra 3.000 sa vota. Për të kjo është ngrit pak më shumë për shkak se është pa si mundësit nështë që Bedri Hamza mund tjetë, ose Partia Demokratike është si parti ma e madhe në nivel Kosovë, e zgjedhjen konë parlamentari, nuk në konë lokale. Po me gjithë unë ma shumë se sa, edhe si kandidatë PDK-s ko marrë vota në Ravec. Ani pse kuota ju në ka qenë ma vogël. Pra, numri votave, unë ko marrë mbi 83% gjithë votën që e ka pas Alianca nuk marrë mbi 83%. Pyeti kandidat tjerë që në për deputet nga gjitha partit. Po vlasëm si subjekt politik, si Alianca nuk ka dollën mirë në Ravec. Tash na po vlasëm ti je ka flet me Smajl Atifin. Unë kam qenë kandidat për deputet, tash jam kandidat për kryetar komune. Edhe njerë, po ju thonë, mbi 83% është votu Smajl Atifin në komunë të Ravecit me votat që i ka Alianca. Pyetni kandidat të subjekteve tjera, që mund të jenë edhe deputet, sa përqindje të votave të partisë që i kanë marrë në Ravec. Për shembull, nëse i ka marrë 8.300 vota, vetëvendosja në komunë të Ravecit, dikur i ka pas rreth 12.000 në 2021-ën, edhe përsëri e kemi rikthyer rezultatin e zgjedhjeve lokale. Tash i ka 8.300, pyetni deputeti Bilbil Sokoli sa vota i ka marrë 2.500 nga 3.000. A e kupton? Zoti Latifi. Çfarë po flas? Pra unë jam ka thënë, na i kemi marrë 3.800-900, po i ka marrë 3.400 vota. Po ashtu është edhe përgjegjësi e kryetarit edhe struktura të partisë së degës së Ravecit për rezultatin zgjedhor.
Ajo është çështje që ne diskutojmë në vazhdimsi. Ne po flasim për zgjedhje lokale tash, edhe zgjedhjet parlamentarin përmbyll si kapitull, edhe pse vetëvendosja nuk e ka përmbyll si kapitull ende, sepse ka përfshirje kryesore për mos konstituimin e kuvendit. Ai proces ka përfunduar. Unë jam qenë deputet në 2001-2004, jam qenë deputet i LKÇK-s. Sidoqoftë ne i analizojmë këto, i bëjmë këto vlerësimet, analizat, nxjerrim përfundimet, a ka ndonjë defekt. Unë nuk kam mbrojtje për asnjë antar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo është rezultati që ne kemi dhe ne faktikisht se mund të kenë ndikuar edhe shumë faktorë, ndoshta edhe koalicionet që kemi pas. Edhe ato mund të kenë qenë faktorë që ndikojnë në rezultat zgjedhor, sepse domethënë në gjysmë natës me zgjedhjen na diku 8% vazhdimisht e kemi. Kupton si vetëm si Aleancë. Po ndoshta duhet më analizohet edhe një herë a është mirë me bëu koalicione pa u qartësuar gjithçka. Mendoni që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka ndëmtuar edhe koalicionin? Po natyrisht sepse ndoshta edhe kanë ndikuar ato për shembull nisma të nes ka qenë fare prezent. Asnjë aktivist nuk e ka, e kupton. Dhe të gjitha me fjala gjatë procesit, gjatë fushatit, të gjitha privilegjet, të gjitha benefitet, edhe të gjithë përkrahjen, domethënë e ka pas zoti Limaj sepse ne kemi respektuar koalicionin. Mirë po për shembull Malishevun ku mund të marrë 1500 vota, e ka marrë 250 vota. Pra ka qenë një garë të mërshme që është legjitime për plot, po jo parimore brenda koalicionit. Zoti Latifi, dalëm pak në rrafshin nacional. Po rrafshin nacional jemi. Pyetjen që po do me parashtrom. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nga fillimi i fushatës zgjedhore për zgjedhjet nacionale ka mbajtur një qëndrim deri më ditën e sotme. Ka qenë kundër qeverisjes së Kurtit. Nuk ka ndryshuar as 1 milimetër, ta them, në qëndrime, është i vetmi subjekt që është deklaruar në çdo forme është për një qeveri të ish opozitës, po ashtu në qëndrimet, si në opozitë, si në fushat zgjedhore, si pas zgjedhjeve. Dhe si e vlerësoni ju dhe sa do të ketë mbështetje në qëndrimet e subjektit të juaj që ka qenë e pandryshuar pothuajse në asnjë deklaratë, si nga lideri Haradinaj, po ashtu nga të gjithë anëtarët e saj. Unë po mendoj që ka në politikë është e rëndësishme të jetë konsistenca në qëndrime, të respektohen parimet. Ne nuk mund të jemi një qeverie që ka shpërfaqur në të gjitha aspektet politika të gabuara në shtetin tonë, si në raport me komuna, si në raport me marrëdhëniet ndërkombëtare, me aleat, si në raport me qeverisjen, si në plot aspekt dhe ne kemi pas një qëndrim vazhdimisht të tillë dhe nuk kemi lëkundur nga ky qëndrim. Të tjerët, domethënë ndoshta bojnë më shumë manovra, bojnë më shumë makinacione. Ka deklarime të ndryshme që ndoshta një javë nuk ju kanë qëndruar qëndrimet e tyre, nga një deklaratë për media. Po ne jemi subjekt politik dhe kemi subjektivitetin tonë. Mendoj që politika e Aleancës në parim ka qenë e drejtë, pavarësisht që nuk është kuptuar drejt nga qytetarët, se ti mund të kesh të drejtë, mund ta thuash të vërtetën, po mund të mos jetë momenti përshtatshëm që ta thuash të vërtetën edhe pse ke të drejtë. Edhe mund të mos kuptohesh. Unë mendoj që fatkeqësisht po dalin ato që i thot Aleanca në vazhdimsi, i ka thënë në vazhdimsi në raport me politikat e lëvizjes vetëvendosje, të cilat janë të instaluara tash edhe në institucione qendrore të Republikës Kosovës. Pra, politikat e VV-s po verifikohen, po dëshmojnë që janë të gabuara, edhe nuk o që kanë ndikuar që në progresin e Kosovës, po përkundrazi jemi më keq se sa në status quo. Dhe ne jemi vend që nuk e meriton popullin me qenë në status quo, pra ka mundur të operohet suksesshëm dhe teset përpara, po kjo s'po ndodh fatkeqësisht, edhe sot e kemi një situatë shumë problematike për shkak të egove, për shkak të kryenësisë edhe për shkak të përpjekjes me çdo kusht për ta mbajtur pushtetin, pra nuk është i gatshëm me çu pushtetin ata krejt këto eksperimente ndodhin në një shtet i cili ka nevojë të ndërtohet, fuqizohet, zhvillohet, e jo të bllokohet e të uzurpohet siç po ndodh sot.
Zoti Latifi, shpresojmë që kur fillon fushat zgjedhore do t'ju kemi me shpalus programin për zgjedhjet lokale. Unë sot kam mundësi me shpalus program, se veç ne kemi... Sot diskutuam lidhe me rikandidimin e tuaj edhe çështjet e tjera. Faleminderit që ishe pjesë e televizionit Arbëria, ju urojmë suksese në Nder po që shëndet e mbarësi e suksesin në punë edhe juve si televizion, edhe ty personalisht edhe televizion në Arbëria. Ne natyrisht tash janë legjitime këto kritikat e polemikat që bëhen, unë e kam mik të mirë burimin edhe ndoshta s'kemi fare kështu përplasje. Mirë, po unë veç që përgjigjes se vazhdimisht përmend që thonë, po nuk kemi rrugë tjetër me dëshmu se jeni një komunë që të gjithë punojnë, po kanë kërkesa nga komuna. Ne nuk mund të ankohemi, të vajtojmë, se unë nuk e përfaqësoj konceptin e mosbërjes asgjë. Pra, unë qyshqiri, jam i edukum, jam partizan i pikpamjes, jam luftar. Jo luftar veç me armë, po luftar ti ki borgje, shlyj borgjet, të popullit lyp punë, ti dush me dhanë zgjidhje, qatë mandat e ki, qatë besim të kanë dhanë. Ne nuk mund të presim kur të bëhen gjitha gjërat gati, se tani mundesh me dhanë dikujt ta menaxhon pa problem. Zoti Latifi, nëse nuk do t'i kishim ngritur të çështje që ka ngritur zoti Krasniqi, do të ishim të padrejtë ndaj jush për faktin për opinionin. Faleminderit edhe një herë që ishim. Respekt e punë bërë dhe juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.